Jam në Amadeus Palace në sallën e ngrënjes, shiheni dhe njerë holli, nuk e di nëse regjia vjen pak më këtej, pra për ta parë, sepse ishte në një reels të mparshëm që ju tregova, shiheni çfarë punimi ka i gjithë tavani, dyshemeja dhe veshja rreth e rrotull. Këtu hym në sallën e mëngjesit dhe restorantin e parë, shiheni se çfarë tavani ka. Edhe kjo pjesë e restorantit, tavani është spektakolar, i gjithë i gdhëndur me dorë, i gjithë i veshur me flet ari ose flet bakri të veshura. Çdo gjë. Veshjet anash janë pranverore, pra konsiderohen ngjyrat e pranverës, dhe të gjithë xhamat janë me vitrazh ku shkruhet Amadeus Palace. Çdo xham është i vizatuar, pra i kthyer në vitrazh, ndërkohë që në pjesën këtej keni karriget që do të vendosen, tavolinat që do t'jenë në pjesën e hollit, zbashku me pjesën e kanapeve, ndërsa këto do t'jenë karriget. E gjitha është edhe këto pasqyrat janë në modelin e vjetër, të vjetruar dhe të veshur, shiheni. Është një prej modeleve më të rralla të pasqyrave që përdoren. Këtu është ashensori nga do të vi ushqimi, edhe këtu është përdorur një mermer i rrallë. Shiheni dhe njerë tavanin edhe këtu. Do me thënë është e pabesueshme, poshtë është dru lisi me dru gështenje 2.2 cm i trash. Shiheni sallën tani dhe abazhurët janë Murano që kushtojnë diku te 30.000 euro njëri. Janë dy abazhurë të mëdhej të Muranos. Vetëm këto shkojnë 60.000 euro dhe shiheni veshjen e derës dhe kokën e teutës sipër. Salla e ngrënjes e restorantit në Amadeus Palace, tani do t'ju tregoj sallën e fronit.